Kjo është shkeri i Haxhi Enverit prej Gjirkusit me punë në Argau të Zvicës. Edhe ka ardhë këtu të unë të banisa djallit e Marbri, e kemi ardhë këtu të Xhaminja në Karlsruhe. Xhaminja shqiptare i thyrën, po Xhaminja është e muslimanëve, jo shqiptarëve. Është për krejt e haptë. Edhe Haxhi Enveri ka ardhë me një shok tonës Gilanit, të Cërnica, ka në orë në bon zjaret prej Zvicës, Allah i rujtë. Këtë njëherë theshme, Haxhi Enver, sa hapa i ke bon zoti se vapja shkruf, tash se vapët matë moja. Pse s'keni orë kom, po keni orë me kërë, sa herë jenë silë rruta se vapë zoti jam shkruf. Ka marrë dhe kërë të se vapë. Zotit në rrufë që na ke pritë dhe kemi posku me orë. Po mërë ke që arbrin se po ta këtë. Tash të po hinë në gjami këtu, këshymi sa po në bojnë hesop, se këta shka janë një ashtë Gurbexhit, neve musafirë mas po në bojnë, ta këshymja po në bojnë hesop. Unë e thash, Haxhi Enveri ka orë prej Zvicës, 300 km më pa mu. E i thasha në bojnë hesop se di se na jemi musafirë për vallahi dull, ku të jesë në islam, qare, po në bojnë që hesop. A mos me konë islam nuk e di. Ja, Haxhi Enver nuk në shkaj për ashtas juve të unë, asë mu që jardë më ka. Me një të mirë, me menim të mirë. Xhamia në Karlsruhe. Kjo është xhamia shqiptarëve i thujmë, po këto janë të lejuar gjithë muslimanët me ardhë me u falë. Edhe që këta muslimanë ku kanë ardhë e në falë, dërsa printet ty në xhamotit e kanë nalë, e pas ka një mbledhje. E arbi ka shku pranë për Kosovë, unë e erdha këtu me Haxhi Enverin, që ka ardhë prej Argaus më vizitu me një shash me Ibrahimin e unë në Stërnicës, po janë të morë avdes. Tash më saktohu nga xhamati, besoj sa pa në kryet që mund të i rajon.